Prokuroria e posaçme duket se do të fusë në lojë inteligjencën artificiale për zbuluar aferat dhe për të shkuar tek pasuritë korruptive, sot në Komisionin për Nismat Qytetare, bashkëpunimin dhe mbikëqyrjen institucionale, është duke u diskutuar për buxhetin e SPAK dhe përfaqësuesit e prokurorisë zbuluan detaje nga një projekt interesant. Ishte demokrati Belind Kolliçi, ai i cili ngriti pyetjen se pse nuk janë parashikuar fonde për laboratorët e analizës dhe pasurisë. Në përgjigjen e tij, Armand Shinim, drejtori i buxhetit në SPAK, u shpreh se aktualisht SPAK ka akses në të gjitha databazat e shtetit dhe po hartohet një projekt i cili do të bëjë një analizë të dhënave në të gjitha databazat. Sipas burimeve, pritet të testohet inteligjenca artificiale, ku do të bëhen analizë periodike të dhënave në databaza, tatime, dogana, hipotek, banka e të tjerë. Lidhur me zhvillimin e laboratorit të hetimit financiar, unë nuk e di se ç'nën kuptoj me një laborator edhe pse unë eksperiencën time. Kam qenë 7 vjet ekspert financiar i prokurorisë së përgjithshme, por tek ne po punohet shumë dhe aktualisht Prokuroria e posaçme dhe Byroja Kombëtare e Hetimit ka akses në të gjitha bazat e të dhënave publike, në të cilën e ndihmojnë shumë në zhvillimin e hetimit, hetimeve paraprake, por edhe gjatë hetimeve dhe po punohet nga drejtoria e IT-s dhe do të kemi bashkëpunim sigurisht me profesionistë të fushës për të ndërtuar një program i cili do të bëjë një analizë analitike të gjithë bazës së të dhënave dhe do të shërbejë shumë. Është një projekt i konsiderueshëm dhe që është në fazat e para të zhvillimit, tha ai. Pako më parë SPAK ka arritur të aksesojë në mënyrë të drejtë për drejtë sistemin e gjendjes civile, atë të kadastrës, drejtorinë e burgjeve, regjistrin notarial dhe atë të pronave, apo atë të llogarive bankare. Gjithashtu janë shtuar si databaza ku prokuroria e posaçme ka akses pa që nevoja të kërkoj verifikime nga palë jashtë saj. Në disa prej sistemeve të tjera të policisë së shtetit si Adam, i-Gjoba apo edhe raporte dhe statistika. Ligji i miratuar në vitin 2016 për funksionimin e prokurorisë së posaçme i jep të drejtë kësaj strukture dhe Byros Kombëtare të Hetimit të kenë akses në databazat ekzistuese të gjithë institucioneve shtetërore. Ky akses jepet brenda 6 muajsh dhe vetëm me kërkesë të drejtuesit të prokurorisë së posaçme. Ai është i përhershëm dhe ka qëllim evitimin e rrjedhjes së informacioneve, për hetime penale dhe pasurore që SPAK kryen.